Të jesh dado është një punë e vështirë. Të gjithë e dim, puna me fëmijët nuk është e lehtë. Sidomos të kujdesesh për fëmijët e të tjerëve. Çdo shtëpi ka rregullat e veta që do apo nuk do ti, në rastin tim, edhe pse jam me shumë eksperiencë, do i përshtatem rregullat e familjes ku punoj. Me atë pastruesen që keni nxjerrë, keni bërë gogol të pasurit. Unë nuk kam parë gjëra të tilla në shtëpi. Ama, ti t'ju them që kur vjen puna te fëmijët, janë më gogol se sa aq. Profesioni im I parë ka qenë edukatore. Jam shumë e lidhur me fëmijët dhe kam ndjekur shumë trajnime. Pas disa vitesh ku kam punuar në shtet edhe në privat, në Shqipëri nisi të hynte kjo kultura e dadove. Babysitter dhe e pash me fitim të lija ciklin parashkollor dhe të kaloja në një tjetër profesion. Vitin e parë I kam bërë të dyja, sa t'ja merja dorën dados. Para dite shkoja në kopsht dhe pas dite shkoja tek një familje. Po nuk zjati shumë se kryesisht të ralla janë familjet që kanë nevojë për ndihmë pas dite. Më shumë ju duhemi para dite. Duke parë pagesën e mirë që merja, e lash përfundimisht punën si edukatore. Në krahasim me atë pastruesen që kishit ju që në rastet e atyre mund të kishte 2 apo 3 shtëpi njëkohësisht, me ne është ndryshe. Ne nuk kemi paralelisht 2 familje, sepse nuk kemi kohë fizike të jemi në 2 vende. Por mund të ndërrojnë familje brenda periudhave të shkurtra, se për shembull mund të kesh në një familje për një kohë të gjatë, por pastaj nuk ju duhesh më, ose kemi edhe këtë termin tani, dado me qera. Po, është e vërtet, ne I themi dado me qera kur duhemi një fundjavë, për shembull, vetëm një fundjavë, ose disa ditë gjatë pushimeve të verës, apo atyre të dimrit. Kush ka lek e menaxhon të ketë një dado të pjesshme sa herë do? Ndaj puna ime më shumë se çka të bëj me fëmijët, ka të bëj me familjet. Nëse fëmijët janë pa kërkesa, prindrit janë ata që ma marrin shpirtin. Po, nëse flasim për këto familjet e pasura në Tiranë, fëmijët janë si njerëz të egër, të pashsjellshëm. E po ti bësh bashkë me prindrit janë katastrofë. Ndaj puna jon besoj është më e vështira se ka shumë gjëra që nëse nuk I jeton, nuk I percepton. Dhe jam e sigurt që edhe ju do mendoni njësoj, jo, s'ka mundësi. E po provoni ta bëni dadon për një ditë në këta zengjinët, e do na besoni neve pastaj. Në shumicën e këtyre familje, prindërve nuk ju plas fare për fëmijët. Ata më punësojnë që unë të merrem me ta se nuk kanë nerva vet. Ata thonë që nuk kanë kohë, por unë nuk e besoj fare këtë gjë duke I parë si jetojnë ata nga afër. Ata në një dhomë bëjnë dreka e darka me miq të tjerë po të pasur dhe mua për shembull më kërkojnë të mbaj fëmijët në dhomë që mos ju prish shefin. Po kjo është me zakonshme që ndodh, jo ndonjë çudi, se ka pastaj histori që janë t'ja tregosh bari. Unë hy në radhët e atyre dadove që janë kujdesur për fëmijët e të pasurve miliarder në Shqipëri. Edhe në familjet e politikanëve, por edhe të famshëm. Në këto faqet e tyre në Instagram dhe Facebook, ata nxjerrin fëmijët, tregojnë sa krenar janë për ta dhe madje sa familje e lumtur dhe e bukur që janë. Kushdo do t'i kishte zili. Aman, asgjë nuk është e vërtet. Më pyesni mua që ishte çdo ditë se sillem me fëmijët apo me punonjësit e tjerë në shtëpi. Familja e parë ku kam punuar si dado nuk di të them ishte fat apo fatkeqësi që më përgatiti në këtë profesion, sepse më mësoi shumë. Sidomos, më ka liti durimin edhe më bëri që në punët e tjera që mora përsipër të mos më bënte më asgjë përshtypje.
Ama, në ato kohë e pranoj që s'më zinte gjumi natën. Ata ishin burë e grua. Kishin një fëmijë, ishte një vajzë 4 vjeç. Bashkë me ta jetonte edhe ama e burrit, vjera e zonjës më mori në punë. U çudita pak se kur ke vjerë në shtëpi të paktën unë që kam jetuar me vjerën mi mbante ajo fëmijët. Nuk isha mësuar me këtë kulturë të re. Po vjera ishte biznesmene. Ishte ajo që kishte ndërtuar biznesin dhe, si të thuash, ishte bosi i shtëpis, po, tamam bosi i shtëpis, komandonte çdo gjë. Madje, nëna e vajzës ishte thuajse e pa dukshme në shtëpi. Kur shkova për herë të parë dhe pse takimin e kisha me nënën e vajzës së vogël për të cilin do kujdesesha, vjera e saj ma bëri të qartë që çdo urdhër do ta merrja nga ajo për edukimin e vajzës. Dhe qa ndodhte? Mamaja e vajzës më thoshte një gjë, vjera një gjë tjetër. Por në fund e gjeni vetë kush fitonte. Plaka e pasur. Asnjë nuk ja bënte dysh fjalën plakës, asnjë. Ajo që më bënte më shumë përshtypje ishte se si e kthente vajzën kundër mamas. Ishte vetëm 4 vjeç para të Zot. Sa herë shikonte që vajza e vogël bënte ndonjë gabim nuk quhet se ata fëmijë janë, do luajnë, do thyen gjëra, do bëhen pis. Po sa herë shikonte ndonjë situatë ku vajza përlyhej me ushqim, dhe kjo nuk më harrohet se si njëherë i tha. Pa fines fare, si jo tëm që nga sekretare i mori mendjen djalit e tani lëndron mbi para. Mbeta. Aty e mora vesh historinë e familjes. Me sa duket, nëna e vajzës kishte qenë sekretare aty, ishte dashuruar dhe martuar me djalin e kësaj. Po ç'të ka që kishte që nuk merrej vesh plaka? Shumë e keqe. Unë sigurisht që nuk reagoja fare. Ç'më duhej? Këtë punën e sjellit se kishte shumë merak. Nuk dua, thoshte, që të më bëhet ndonjë vulgare mbesa. Ato kohë detyrova të mësoja norma në tavolinë, se edhe unë as që i di as si vendose peceta, si vendoseshin duart, se më detyronte plaka që t'ja mësoja vajzës. Nuk isha dakord, por në fund të ditës duhet të dini diçka, ata nuk janë fëmijët tanë. Prindrit vendosin për ta. Ne jemi vetëm disa kujdestarë. Po problemi nuk ishte këtu. Problemi ishte që kur vinte ëma, e vajzës më thoshte mos e mëso kështu. Unë nga të veja e zeza. Po shqyr zotit, vajza ishte e mbarë, nuk ishte fëmijë grindavec. Ndaj të paktën ajo nuk më jepte shqetësime. Më pushuan pas 6 muajve që qëndrova me ta, se sigurisht që plaka më pushoj. Nuk i aq e kualifikuar më tha sa ti mësosh klasin vajzës. Aty nuk bajta më, ja. Se e dia që isha e pushuar, e s'kisha çfarë të mbisja. Ju ktheva i thash, është vetëm 4 vjeç, e mëson më vonë klasin. U pendova, po e meritoj. Pas kësaj familjes nuk ishte më qetësi për mua. Në familjen tjetër më duk sigurash nga shiu në breshër. Jo se kishte ndonjë plak tjetër, po historia atyre ishte e tmerrshme, ç'a i bënin atij fëmijë. Më ngjethet mishi sa herë kujtoj. Si mund të ekzistojnë prindër të tillë se di? Kur u prezantova me prindin, me maman e fëmijës që bëra edhe intervistën, më tha se djali ishte 8 vjeç. Po kishte nevoja të veçanta. Megjithatë nuk do isha vetëm, sepse kishte edhe një mësuese që kalonte pjesën më të madhe me ta. Por duhej edhe ndonjë ndihmë shtesë, më tha. E pyeta, qa nevojë është të veçanta? Më tha, autizëm, po është azelet dhe po punon. Deri diku, dakord. Unë kisha patur rast dhe merresha me fëmijë të spektrit të autizmit dhe nuk pash ndonjë problem deri këtu. Derisa mësova historinë. Dhe këtë më tha mësuesja e tij se më bënte përshtypje se ajo përveç se kujdese për të për aftësitë kryesore, se as mësuese të mirëfill nuk mund ta quaj, po ishe eksperte që merre me fëmijë të tillë. Ajo bënte edhe dadon. E nxirrte vetëm. Familja
I kishte vënë një makinë dispozicion dhe ajo e nxirrte e kalonte kohë me ta. Pra, veç terapisë, ajo kishte marrë edhe rolin e nënës. Kur nisa punë, ajo çlirua se sikur i ra pak bara. Dhe kur e pyeta pse kishte pranuar për aq shumë kohë të bënte edhe terapistën, po edhe dadon, më tregoi të vërtetën tronditse. Mamaja e djalit nuk donte që të merrej vesh që kishte djalin me autizëm. Madje, ajo që më rëndoi më shumë, është se ajo e konsideronte të sëmur. Nuk duhet ta marrin vesh. Dhe djali më shumë kohë kalonte në shtëpi se sa jashtë. Në publik me të si familje vetëm kur bënin udhëtime jashtë e merrnin. Edhe andej nuk iknin pa mësuesën e vete, e tmerrshme. Si mundet një prind të mohojë fëmijën e vet? Se kështu i bie që ti ke turp nga fëmija. Me erdhi shumë keq, merri shumë keq. Pastaj një tjetër gjë e tmerrshme ishte edhe marrëdhënia që ata krijonin kur vinin në shtëpi, se përveç djalit kishte edhe një vajzë 5 vjeç që ishte fëmijë normal. Asnjë prej tyre, as babai, as nëna nuk kalonin kohë fare me djalin. Babai njëherë duke sikur nuk e kishte fëmijën e tij, nuk e varte fare. As kur hynte, nuk i fliste. Mamaja më ndryshe, se kur e vuri re që e shikoja pak si e hutuar, që besoj e ka kuptuar që e kisha vënë që nuk ishte normale ajo sjellje. Më tregoi se sa e vështirë ishte me të, sepse gjendja e tij nuk ishte e mirë dhe ose do linin punë o do dedikoheshin tek ai dhe do vdisnin për bukë, ose duhet të punonin, gjopura komplet. Ata nuk dinin ku të fusnin lekët. Pastaj motra, vajza e vogël, nuk lejonte që djali as ta prekte. Shumë e pa edukuar. Më erdhi shumë keq kur e lash si familje. Jo për ta, po për djalin. Ama ishte shumë e ngarkuar si punë dhe djali kishte raste bëhej dhe agresiv, refuzonte ushqim. E këta më thoni nuk ja ke bërë mirë ti. Ose kur e nxirja jashtë, më shumë frikë se ja kisha thënë dhe nënës së tij është përgjegjësi e madhe që të shoqëroj unë. Por ajo më tregonte derën e më thoshte që është puna jote, për këtë paguhesh. U detyrova ika pastaj. Ç'bë? Ju nuk e keni idenë sa fëmijë të trishtuar rriten. Dadot janë një zgjedhje shumë e mirë për t'ju ndihmuar, por jo për zvendësuar nënën. Dhe këtë e kam parë shumë shpesh. Nëna japin urdhra nga divani e nuk i shisin syt nga telenovelat për të marrë me fëmijën. Baballar që thjesht japin lekët dhe as duan t'ja dini, justifikojnë vetëm me nuk kemi nerva, ose jemi shumë të ngarkuar. Pastaj, ka dhe nga ata që nuk duan që fëmijët të shohin fare televizion, as kukulla, as një gjë. Madje në një familje, as mua nuk më lejoj të kisha telefon në dorë. Nuk duan që fëmija të dale të luaj, nuk duan që të hanë në këmbë. E shumë arrinaj që në fund ditës janë fëmijë, po i çmendin këta fëmijë gjyna. Po sa më shumë e bëj këtë punë, e kuptoj që fëmija është pasqyrë e prindit. Edhe nëse nuk është, ai reflekton problemet që kanë në familje. Me një vajzë që nuk e mbaj mend mirë, ishte 5 apo 7 vjeç, po më duket 7 se do niste klasën e dytë e kishte mbyllur edukatoren. Ajo sillej shumë keq. Ishte fëmijë i keq edukuar dhe jo me prindrit, por me dadot. Si familje kishin ndërruar mbi 3 dado brenda vitit, e nuk është normale. Mamaja justifikua me idenë që vidhnin, ose nuk ishin të kujdesshme, rrinin shumë në telefon. Ama kur takova fëmijën, o nëne, thyente gjëra dhe merrte mama në telefon i thoshte, e theu mama. Në sytë e saj bënte sikur më trishte vëmendjen, pastaj veç më thoshte që e dinte që e bënte vajzën sepse ka një moment rebelimi. Do t'i kaloj, më thoshte. Po nuk ishte 1 apo 2 herë, kjo ishte e përditshme. Bënte pis, e thoshte pastroje. Ose bërtiste kot në për shtëpi sikur unë e godisja. Aq e vogël dhe aq e djallëzuar sa nuk di. Nuk më zgjati shumë atje. Si kolegët e mia, atë fat pata dhe unë. 2 muaj qëndrova dhe ika. Më vonë mora vesh se prindrit ishin në prag divorci. Dhe aty e kuptova që ndonjëherë fëmijët rebelohen
edhe me gjërat që ndodhin në shtëpi. Ndaj kanë këto sjellje gjëra. Po, si që thash në fillim, të bësh dado nuk është aq kollaj, se sa nga fëmijët e sa nga prindrit shpeshherë gjendemi në mes të zjarreve, nga një anë fëmijët, nga një anë prindrit. Po që ka nga ata që zihen edhe në syrin e fëmijës, edhe në syrin tim. E pastaj, pa piktur pima bëjmë me shenjë, me demek, i që fëmijën këtej. E kush i ha këto? Se kur ka situata tilla, pse e mban fëmijën aty? Më fal, a nuk duhet të shkosh të zihesh në një dhomë tjetër nëse merakosesh shumë për fëmijën? Po ka dhe raste që më shumë se sa për fëmijën dëgjojnë edhe hallat e prindërve. Mamat nisin dhe më zbrazen për burrat, për dyshimet që kanë, për koleget në punë, për çdo gjë. Ndaj duhet me qenë edhe psikologët e tyre. Ka ndonjë tipologji familje që do t'i thoje jo? Si i dallon ti familjen? Ja, nuk është se i dalloj, po thjesht pranoj ose jo nga paga. Po vetëm një kusht kam. Nuk dua të punoj më në jetë të jetëve me të famshëm. S'ka më keq. Kur them të famshëm, këta që dalin televizor që bëjnë show e drejtojnë emisione që vdesin shqiptarët për ta. Këto janë shumë të këqija. Gratë, se burrat s'ka problem. Të më thënë, nëse është ajo e famshme, nëna e fëmijës, mos more, nuk pranoj. Nëse është babai dhe kjo nuk është shumë e famshme, po. Për politikan kam punuar, jam kënaqur me gratë e tyre. Lek pa fund, honorare pa fund. Ndërsa me këto televizionit, me njërën kam punuar dhe kam hequr të zinjtë e ullirit. Pastaj mora edhe një tjetër, se thash hajde mos ishte më mirë, po njësoj ishin. Qa janë prezentuse të famshme, aktor, këngëtar me lek, në asnjë mënyrë. Që të them edhe këta, se mos u zgjata. Kjo e para që më nxilli jetën. Telefon as që bëje fjalë të mbaja me vete. Jo se kishte merakun se ja varja punës, po se mos bëja foto e video. Ditën e parë të punës, firmosa një kontratë 5 faqe. 4 ishin për fshehtësinë, për rregullat që duhet ndiqja, që mos ju cënoja privatësinë. Sigur hyja në shik, mu duk vetja. Vë bazë dhe aty hy më kollaj. Që bënde kjo zonja që aty kur del të thua është ti, si kjo s'ka. E para që nuk merre me djalin fare, po fare ama, çdo fundjavë unë punoja me orë të gjata se mblidheshin aty lloj-lloj, pinin bëheshin dru e nuk merreshin vesh që bënin më. E the me kompetencë këtë, se një mëngjes kur shkova, gjeta tjetrin në shtëpi, nuk ishte ikur akoma nga festa që kishin patur, dhe nuk ishte burri, ja. Burri ziu ishte jashtë. Dhe atë ditë më tha mos haro kontratën. Ke punë vetëm me fëmijën, jo çfarë bëhet në shtëpi. Ishte një nga familje që paguanin më shumë, po edhe për këto horliqet që bënin atje. Djali pastaj thoshte nga fjalët më të ndyra që asnjë të rrituri nuk e kisha dëgjuar. Kjo më thoshte, i jepja ndonjë shpull. Po jo, as që guxoja unë mos more. Po me fëmijët, ka ndodhur ndonjë episod që ua ke mbajtur të fshetë familjes? Si s'ka? Po ka se gjithë ditën me fëmijë është ndodhin edhe këto. Po të lodhin shumë fëmijët, shumë. Njërin për shembull s'ma zinte gjumi për qamet, më lodhi. Dhe unë me ziporia. Se si nuk e di më kishte zënë gjumi duke tentuar ta vija në gjumë. Po më ka ruajtur Zoti, po ju them. Se sa kishte nisur të merrte këmbët, aq ishte 1 vjeç e pak. Ç'kishte bërë? Ishte çuar, shqyr kisha mbyllur derën e banjës, edhe dhomat e tjera, po jo atë të kuzhinës. Kishte bërë jo rëmuj, po kishte shkuar te vazot e luleve, vetëm kur u çova e pataksur se dëgjova një zhurmë të fortë, i kishte rënë vazoja. Shqyr nuk e kishte zënë poshtë. Po kur i shikoj të rinjt, gjithë ple lulesh. Pastaj kur më qajnë, edhe pse kam rregulla për shembull jam me kukulla çdo vojë do t'i lë të qajnë, në vë kukulla aty dhe pushojnë. Po ka raste që s'ma han ushqimin, edhe mbaroj unë. Po kur ka raste të ndrojt pelena ndonjëherë. E kështu situata është e lezetshme me fëmijët mos e gjithmonë.